Fëmijët tanë rinë në dhomat e tyre pothuajse me orë të tëra. Lëvizin vetëm për të ngrënë, refuzojnë të ndihmojnë në shtëpi, nuk kanë interes për mësime dhe shpesh duken emocionalisht të fikur. Prindrit këta lloj fëmijësh i quajnë dembel. Por a është kjo një diagnozë apo thjesht një etiketim i dëshpëruar? Dhe nëse vërtet janë bërë dembel, kush i ka formuar? Prindrit, shkolla apo shoqëria? E para është se dembelizmi nuk është karakter, por simptom. Në psikologji, termi dembel nuk ka një vend të mirëfillt në klasifikimin klinik. Ai është një etiketim kulturor për të përshkruar një sjellje të përsëritur të mungesës të iniciativës dhe të përpjekjes. Por psikologjia moderne e shikon këtë sjellje si pasojë, jo si shkak. Teoria e motivimit na mëson se njerëzit kanë 3 nevoja themelore psikologjike. E para është autonomia, të ndihet se kanë kontroll mbi zgjedhjet e tyre, është kompetenca, të ndihen të aftë për të përballur sfidat, dhe lidhja, të ndihen të pranuar dhe të lidhur me të tjerët. Kur një fëmijë nuk ka këto 3 përbërës të mbështetur në përditshmërinë e tij dhe motivimi i brendshëm i tij zbet, ai nuk ka më energji të brendshme për të bërë diçka sepse nuk ndjen se ka kontroll mbi jetën e vet. Nuk ndjen se ka vlerë dhe nuk ndjen se përkatësia e tij sociale ka kuptim. E dyta është kur prindrit dashurojnë pa disiplinë, krijojnë pasivitet. Stilet e prindërimit të përshkruar nga psikologja Diana Braumirt përfshin 4 modele: autoritar, autoritativ, permisiv dhe neglizhent. Prindrit permisiv, që janë të dashur, por nuk vendosin kufi, krijojnë fëmijë që nuk mësojnë vetë disiplinë. Prindrit autoritar, që kontrollojnë, por nuk ofrojnë ngrohtësi, krijojnë fëmijë që punojnë nga frika, jo nga dëshira, dhe kjo i lodh emocionalisht. Vetëm prindërimi autoritativ, që kombinon ngrohtësinë me strukturën, ndihmon fëmijët të ndërtojnë motivin e brendshëm dhe të ndjejnë përgjegjësinë. Kur një fëmijë i jepet gjithçka pa u kërkuar kur të kontribuojnë, ai mëson se jeta është për të marrë dhe jo për të dhënë. Dhe kur ai rritet, pa mësuar të përballojë frustrimin, ai më pas shmang çdo situatë që kërkon përpjekje. Në këtë kuptim, dembelizmi është mungesa e stërvitjes emocionale për të ndërtuar përpjekjen. E treta, roli i shkollës. Më shumë memorizim, më pak kuptim. Fëmijët nuk janë lindur për të qenë të ulur 6 orë me laps në dorë, të dëgjojnë dhe të përsërisin. Sisteme tradicionale arsimore shpesh ndërtojnë rreth komandës, memorizimit dhe testimit, jo rreth eksplorimit, mendimit kritik apo kreativitetit. Kur nuk ka kuptim, nuk ka dhe motivim. Nëse një fëmijë nuk e kupton se përse po mëson një koncept, nuk e lidh me përvojën e tij, nuk e shet të vlefshme për jetën, truri i tij përpunon atë si një barë, jo si një mundësi. Kur ndihma mungon ose kërkesat janë mekanike, fëmijët fillojnë të mos duan të përfshihen fare. Ata izolohen emocionalisht nga procesi mësimor dhe kjo interpretohet nga prindi dhe thotë ky fëmijë është dembel. E katërta, shoqëria e dopaminës, kur përpjekja humb kuptimin. Në psikologji, dopamina është një neurotransmetues që lidhet me ndjesinë e kënaqësisë dhe të motivimit. Sipas studimeve të fundit, në neuropsikologji, sa më shumë një fëmijë konsumon stimuj të menjëhershëm kënaqësie, video lojra, rrjetet sociale, YouTube, aq më shumë sistemi i tij dopaminergjik bëhet i mësuar me shpërblime të shpejta dhe të larta.
përjedhoj aktivitete që kërkojnë durim, si leximi, mësimi, detyrat perceptohen nga truri si të shpërblyera ngadalë dhe me intensitet të ulët. Kjo krijon një ndarje. Truri nis të kërkojë vetëm ato aktivitete që stimulojnë atë menjëherë. E në këtë mënyrë fëmijët nuk janë dembel nga karakteri, por janë të neuropsikologjikisht të stërvitur të mos e duan përpjekjen. Ata nuk janë fajtor. Janë viktima të një kulture që u jep gjithçka me një klik. E pesta është dembelizmi si rezistencë e heshtur ndaj kontrollit. Në disa raste, fëmia dembel është në të vërtetë një fëmijë që është i lodhur si qeni i kontrolluar. Ai mund të jetë përballur me pritshmëri të larta, krahasime, kritika të vazhdueshme ose presion për të qenë i suksesshëm. Kur një fëmijë nuk ka hapësirë të zgjedhë vetë rrugën, ai shpesh zgjedh të mos bëj asgjë, si një mjet pasiv për të ruajtur veten. Në këtë mënyrë, dembelizmi nuk është mungesë dëshire, por një formë mbijetese psikologjike. Është një mënyrë për të thënë, nëse nuk më lejoni të jem unë, nuk do të jem asgjë. E gjashta, zgjidhja, motivimi ndërtohet, nuk kërkohet. Nuk ka formulë të shpejtë për të kthyer një fëmijë dembel në një fëmijë të motivuar. Nuk ka strategji të bazuar në psikologji që të funksionojë kaq shpejt. Ndërtoni marrëdhënie përpara se të kërkoni një performancë. Asnjë fëmijë nuk punon mirë kur ndihet i paragjykuar. Ndani pushtetin me të. Jepni zgjidhje reale. Do ta bësh tani apo pas darke. Me këtë metodë apo me atë metodën tjetër. Jo do ta bësh apo nuk do ta bësh. Lidheni aktivitetin me vlerat e tij personale dhe pyeteni: si ndihesh kur ja del mban një gjëje? Pse është e rëndësishme kjo për ty? Përforconi përpjekjen, jo rezultatin. Duart trokiteni kur përpiqet, jo vetëm kur fiton. Hiqni dopaminën e lehtë. Kufizoni pajisjet, por pa e shndruar në luftë. Jepni alternativa reale për të ndjerë mirë, sport, krimtari dhe angazhime. Dhe në mbyllje do të thosha se etiketa dembel është më e thjeshta për të përdorur, por më e varfra për të shpjeguar. Një fëmijë të rrequr nga përpjekja është një fëmijë që nuk është ndjer i fuqizuar, nuk ka parë kuptimin, ose është mbrojtur aq shumë sa është shkatëruar kapaciteti i vetë mohimit. Nëse duam fëmijë që të përpiqen, duhet t'u japim një arsye pse ja vlen. Jo vetëm t'u kërkojmë të ecin, por t'u tregojmë se drejtimi ku ecin është i tyre. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video që jetë her pas here. Dhe në video tjetër, miru takofshi.